Jo thjesht për se nuk është më çështja tek personat në nevojë, tek familjet në nevojë, pra jo thjesht strehimi social, por ai që quhet strehimi i përballueshëm. Pra nuk flasim për njerëz që janë të vobekt vetëm dhe që shteti përpiqet t'u sigurojë mundësinë e një strehimi, gjë që e kemi bërë sipas mundësive në të gjithë territorin, por flasim tani edhe për njerëz që kanë një familje të re, edhe që duan të kenë një apartament dhe e kanë absolutisht pamundur që ta blejnë. Kjo është e vërteta e kohës sotme, jo vetëm në Shqipëri, dhe ne po bëjmë një program për këtë. Po ashtu kemi filluar me kredit për punojnësit e policisë, për mësuesit, për mjekët dhe infermierët, kredi që garantohen nga shteti për të marrë shtëpi. Janë hapat e parë, por janë hapa që tregojnë se po krijojmë mundësi.